Gjethet e dafinës, benefitet e përdorimit për flokun, lëkurën dhe imunitetin. Dafina ka në përmbajtjet e saj nivele të larta të mineraleve të tilla si bakri, kaliumi, kalciumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Kaliumi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Ja disa nga benefitet e përdorimit të dafinës në kushtet e shtëpisë të listuara në këtë video. Dafina mund të përdoret për terapi aromatike. Aroma karakteristike e dafinës ka veti qetësuese për mendjen dhe trurin. Ajo gjithashtu hap rrugët e frymëmarrjes. Vendosni 3 deri në 5 gjethe dafine në një enë dhe i digjni. Aroma e dafinës do të mbush ambientet tuaja me erë të mirë qetësuese. Dafina është e mirë për flokun e thatë dhe të dëmtuar. Dafina është e mirë për lëkurën dhe për dhëmbët. Ajo është një pastrues dhe një element i pasur me antioksidantë që ka veti të shumta për lëkurën dhe ekspertët tregojnë se ajo është e mirë edhe në formën e shëndetit të dhëmbëve.